Sot po ashtu të gjithë kujtojmë masakrën e Mejës dhe sakrificat të cilat populli i Kosovës në vazhdimsi ka bërë për lirinë që na sot e gëzojmë. Për m'ju kthy temës, ne qysh në fillim ka pas diskutime në Komisionin për Drejtat e Njeriut dhe Vlerat e Luftës lidhur me dhomat e specializuara të Republikës së Kosovës. Në këto 6 vite të funksionimit të kësaj gjykate, kemi qenë dëshmitar të një devijimi shumë të madh të mandatit që deputetët e Republikës së Kosovës ja kanë dhënë kësaj gjykate. Ka pas shumë kritika edhe nga ombudspersoni i Republikës së Kosovës me selinë në Prishtinë, nga përfaqësues të drejtat të njeriut, nga gazetar, nga mbrojtja, shqetësime serioze për cënim të drejtave të njeriut të paraburgosurve, në këtë rast krerët të UÇK-s, të cilët gjenden në Hagë. Dhe kam dëgjuar po ashtu argumente të cilët thonë se ligji të cilën e kemi miratuar në kuvend nuk e lejon një gjë të tillë. Mirë po, unë fola edhe njëherë për këtë devijimin që ka ndodhur nga mandati i kësaj gjykate. Dhe unë mendoj që kjo neve na jep të drejtë që si Komision për të drejtat njeriut, të cilat janë të drejta universale, të cilat nuk mund të ndalohen me asnjë ligj, me asnjë konvent ndërkombëtare, që të monitoron shtetas e Republikës së Kosovës edhe në institucione ku Republika e Kosovës ka mandat, po edhe në institucione të cilat Republika e Kosovës nuk ka jurisdiksion. Dhe ne kemi pasur diskutime, por piknisja ka qenë edhe fjalimi i zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të zotit Glauk Konjufca, i cili në Këshillin e Sigurimit të OKB-s e ka zgjuar edhe një herë këtë kritikën tashmë të shpërndar, jo vetëm në Kosovë, po të gjitha ata që kanë monitoru gjykatën speciale, e cila fatkeqësisht nuk i raporton kuvendit të Republikës së Kosovës i cili ka kriju, por përmes EULEX-it i raporton UNMIK-ut duke shfrytzuar rezolutën 1244. Dhe unë mendoj që gjitha ata që kanë votu gjykatën speciale nuk e kanë votu që kjo gjykati raportoj në çfarë do forme EULEX-it edhe UNMIK-ut përmes rezolutës 1244, po të raportoj Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës. Për të sqaruar edhe një gjë, tendenca e jonë që kemi kërku një raportim të tillë nuk është që të ndërhyjmë në drejtësi, sepse drejtat e njeriut kur ato adresohen nuk është ndërhyrje në drejtësi. Është bashkë përkundrazi, është një iniciativë për me vu drejtësi. Dhe me që jemi në fund të procesit të gjyqit në Hagë dhe të verdiktit, ky komision edhe një raportim i tillë nuk do të ketë fare ndikim as në verdikt. Por është një komision që dëshiron të vi deri te e vërteta, se çfarë ka ndodhur atje, cilat janë drejtat e paraburgosur që janë shkel, në mënyrë që të sigurojmë edhe të vërtetën nga perspektiva e Republikës së Kosovës. Dhe unë dëshiroj të lexoj vetëm disa nga shkelet e të drejtat të njeriut që i ka identifikuar ombudspersoni i Republikës së Kosovës në Prishtinë. Pra jo ne që kemi qenë, si më thonë, observues pasiv ose aktiv të saj. Dhe ndër shkelet më të mëdha ka qenë padyshim monitorimi i kufizuar dhe jo privat i intervistave, pengimi i mandatit të pakufizuar të institucioneve të drejtat të njeriut, mungesa e llogaridhënies dhe mbikëqyrjes ndaj institucioneve të Kosovës, raportimi jashtë kornizës kushtetuese, transparencë e çështjes kufizuar në informata publike, mos respektimi i parimit të barazisë së armëve, pranimi i provave jo objektive, për shembull nga librat, paqartësim mbi provat nga Serbia, mungesë e standardit të qartë të veprës në procedurë,
monitorim, pengim i komunikimit dhe kufizimit të vizitave familjare, paraburgim i zgjatur dhe kufizime pa proporcionalitet, mungesë e mekanizmit të pavarur të ankesa dhe mbikëqyrjes, funksionim pa kontroll institucional dhe transparencë efektive, strukturë e centralizuar e gjykatës, dyshime për pavarësi, përfshirja e dhomës kushtetuese brenda strukturës, pozita e avokatit të popullit brenda strukturës që është në kundërshtim të plot me parimet e Parisit, përgjimi i komunikimeve dhe edhe me mbrojtjen, ku zgjatja e tepruar e paraburgimit dhe mungesa alternativash, mosbesim ndaj institucioneve, standard jo i barebartë e kështu me radhë. Pra, janë një sër shkeljesh që ndërlidhen me të drejtat e njerëzit, për të cilat ne si komision kemi të drejtë që të ftojmë edhe ombudspersonin e dhoma të specializuara të Republikës së Kosovës, por edhe kryetarin e këtij institucioni për tu informuar nga ta nëse janë respektuar të gjitha këto drejtat e njerëzit, edhe nëse ka pas devijim nga mandati i tyre, me që në nenin ne të ligjit për dhoma specializuara të Republikës së Kosovës përmendet qartë raportimi i dikmartit që ndërlidhet me trafikim të organeve, një gjë që nuk është adresu fare nga kjo gjykatë. Pra, shkurtimisht, kryetare, me që kemi fol gjatë për to tema, kërkesa jonë është që në këtë komision, ndoshta mund ta diskutojmë edhe sot fillimisht të vijë ombudspersoni i dhomat specializuara të Republikës së Kosovës dhe më pas edhe kryetarja e këtij institucioni. Për fond dhe për sqarim, unë mendoj që ajo çfarë ka ndodhur në gjykatën speciale nuk është diçka që duhet me adresu vetëm deputet e këtij mandati, por duhet me adresu afatgjat edhe deputet që do të vinë pas nesh. Unë mendoj që ne duhet ta bëjmë një komision ad hoc i cili do të interviston të gjitha palët pikërisht nga ky komision për të krijuar të vërtetën e Republikës së Kosovës, e cila në gjykatë speciale në mënyrë permanente është munduar që të mbytet në një formë apo tjetër. Kështu që nëse kemi mandat ditëve të ardhshme, unë mendoj që ne duhet të propozojmë për hir të gjeneratave që vinë, jo për hir të procesit, sepse procesi, siç thash, veç është në përfundim me sipër. Faleminderit.